mjedisi dhe shëndeti. Ne kemi realizuar shumë etapa, kemi ndarë detyra e shumë e radhë. Ju ftojmë që ta ndjekim këtu në ekranin e Smart Lab. Pra, tema e projektit mjedisi dhe shëndeti. Projekti realizohet nga nxënësit e klasës së dytë. Cili është qëllimi i këtij projekti? Atëherë qëllimet janë të ndërgjegjësohen nxënësit rreth mirëmbajtjes së mjedisit si faktor i rëndësishëm në mirëqenien e shëndetit tonë. Pra, mjedisi ndikon në shëndetin tonë. Është një nga faktorët kryesorë që ndikojnë në shëndetin tonë. 2. Të evidentohen problemet mjedisore. Të përforcohet tek nxënësit edukimi mjedisor. Pra, këto janë qëllimet e projektit. Cilat janë rezultatet e të nxënit? Atëherë, nxënësi, gjatë realizimit të projektit nxënësi evidenton problemet mjedisore, shpjegon rëndësinë që ka mirëmbajtja e mjedisit në shëndetin tonë, analizon faktorët që ndikojnë në ndotjen e mjedisit, zhvillon veprimtari praktike që ndikojnë në mirëmbajtjen e mjedisit. Ndërton në oborin e shkollës një park ku nxënësit dhe mësuesit mund të shlohen gjatë kohës së lirë. Këto janë rezultatet e të nxënit për projektin. Cilat janë konceptet kryesore? Atëherë, konceptet kryesore të kësaj teme, të këtij projekti mjedisi dhe shëndeti janë mjedisi pastër, mjedisi ndotur, ajri pastër, park, jetëgjatësi, shpëllëzim dhe ndryshime klimatike. Këto janë disa nga konceptet kryesore. Në temat ka lidhje direkt me temën kryesore të projektit. Pra, në temat janë mjedisi pastër, jetë e shëndetshme, zgjidhje për problemet mjedisore, ndotja e tokës, ndotja e ajrit, shpëllëzimi, ndryshimet klimatike si pasojë ndotjes së ajrit, si mund të ruajmë planetin tonë. Pra, këto janë nën tema që kanë lidhje me temën kryesore që është mjedisi dhe shëndeti. Sa është kohëzgjatja e këtij projekti? Kohëzgjatja e projektit është 12 orë. 5 orë mësimore në periudhën e parë shtator-vjetor, 7 orë mësimore në periudhën e dytë janar-mars. Cilat janë lëndët mësimore që janë të integruar? Gjuhë shqipe 1 orë, matematikë 2 orë, dituri natyre 2 orë, edukim për shoqëri 1 orë, edukim fizik 3 orë, art pamor 3 orë. Pra, gjithsej janë 12 orë. Pra, 5 orë mësimore në periudhën e parë shtator-vjetor dhe 7 orë mësimore në periudhën e dytë janar-mars. Cilat janë burimet e informacionit? Pra, ku kemi marrë në informacion? Ku keni kërkuju? Ku keni hulumtuju? Pra, ju keni kërkuar dhe keni marrë informacion ku? Interneti, video, të tekstet e nxënësit, për shembull gjuha shqipe që kemi marrë ato 3 rrugët e mjedisit, reduktim, riciklim dhe ripërdorim. Gjuhë shqipe albas 2, matematikë 2 albas, dituri natyre 2 albas, edukim për shoqërinë 2 albas, art pamor 2 albas dhe edukim fizik 2 albas. Formata 4, fleta me ngjyra, mjete pune si shat, lopat, grabua, qese plastike, kapele, doreza, kosha mbeturinash, përparse, lule, vazë lulesh, karrige, tavolina, boj, fuqa bojrash, rruj, veçere, qimente e shumë të tjera që se përmendat. Krijimi disa posterave. Këto janë fletpalosit që kemi ne si klasë, kemi shkuar që nga kopshti dhe deri te klasa 9 që të sensibilizohen me nismën tonë, mjedisi me projektin me temë mjedisi dhe shëndeti. Që të sensibilizohen edhe ata me nismën tonë dhe të jenë të kujdesen edhe ata për mjedisin siç kemi vepruar ne. Kemi shkuar në të gjitha klasat, edhe ne janë përgjigjur, ne janë sensibilizuar me ne kopshti dhe deri te klasa 7. Dhe kemi shpërndar fletpalosit për secilin zonës, ku ata që i kanë kthyer fletpalosit, i kanë sjell, kanë shkruar rreth mjedisit dhe veprimtarive mjedisore tek fletpalosit. Këtu janë fotot, ja ku i kemi aty. Këtu janë postera, që ja ku i kemi dhe këtu.
Kemi disa postrave përsëri, këto që janë këto. Sensibilizimi i nxënësve. Tani, këtu kemi vajtur me nxënësit në të gjitha klasat e shkollës, edhe te kopshti, dhe kemi kërkuar që të sensibilizohen edhe ata me nismën tonë. Këto janë disa foto që ne kemi shkuar te klasa. Edhe këtu sensibilizimi prap foto sensibilizuese, ku kemi shpërndarë fletë pajosjet e gjithë shka. Punimi i pemëve, nxënësit janë të pajisur me kapele, me përparse, me doreza, në mënyrë që të mos kemi probleme shëndetësore. Dhe në momentin që nxënësit kemi mbaruar punën, nxënësit kanë heqë kapelen, përparsen, dorezat i kanë hedhë që të mos përdoren. Mbjellja e luleve. Ja. Kemi mbjell tek odori shkollës, kemi punon, kanë sjellë fletë dhe nxënësit, kemi mbjell lule, unë kanë sjellë edhe këta, kemi bashkëpunuar me prindit, me nxënësit, dhe kemi realizuar diçka modeste, s'të them shumë bukur për tu. Përsëri mbjellja e luleve. Pastrimi i projektit tetor, periudha shtator, dhjetor, muaj nëntor, edukim për shoqërinë, numri orëve 1, veprimtaria, krijimi i disa postra dhe fletpajosjeve rreth rëndësisë që ka mjedisi në shëndetin tonë. Periudha e dytë, muaj nëntor, lënda matematik, numri orëve 1, veprimtaria, sigurimi i mjeteve të punës dhe llogaritja e shpenzimeve për to. Muaj dhjetor, lënda gjushqipe, numri orëve 1, veprimtaria, krijimi i disa thënie dhe poezi për mjedisin, dramatizim mjedisit dhe fëmijët, krijimi një këngë për mjedisin. Vazhdim, periudha janar-mars, muaj janar, lënda dituri natyre, numri orëve 1 orë, veprimtari, sensibilizimi i nxënësve të klasave të tjera, rreth rëndësisë që ka mjedisi në shëndetin tonë. Muaj janar, lënda edukim fizik, numri orëve 1, veprimtaria, punimi i pemëve. Muaj shkurt, lënda artpamor, numri orëve 1, veprimtarit mbjellja e luleve. Muaj mars, lënda edukim fizik, numri orëve 2, veprimtarit, prerja barit, pastrimi i mjedisit, punimi i pemëve, punimi i bordurave, mbjellja e luleve, lyrja me boje karrikeve, stoleve, tavolinave dhe bordurave, vendosja e burrave rreth pemëve me çimento, lyrja me gënqire e pemëve dhe burrave, vendosja e karrikave, tavolinave, stoleve në vendin e duhur, në klapa ndërtimi i parkut dhe emërtimi i parkut. Kalendari veprimtarive, faza e projektit, faza e 3, gjithsej 2 orë, periudha janar-mars, muaj mars, lënda artpamor, numri orëve 1, veprimtari, prezantimi i projektit të realizuar me anë të PowerPoint-it, interpretim dhe ndërtimi të parkut në oborin e shkollës. Lënda ora tjetër, lënda matematik, numri orëve 1, veprimtaria vlerësimi i nxënësve. Ndarja e detyrave. Gjithsej kemi 5 detyra. Detyra 6 është prezantimi. Atëherë, Arlin Gjoka, detyra 1, ndotja e tokës, ndryshimet klimatike si pasojë ndotjes së ajrit. Detyra e 2, krijimi i disa postrave dhe fletpajosjeve. Detyra 3, sensibilizimi i nxënësve të klasave të tjera rreth rëndësisë që ka mjedisi në shëndetin tonë, mbjellja e luleve dhe punimi i pemëve. Detyra 4, dramatizim mjedisi dhe fëmijët. Dhe detyra 5, pastrimi i mjedisit, ndërtimi i koshave. Duru Gynesh. Detyra 1, shpëllëzimi, detyra 2 dhe e 3 është e përbashkët për të gjithë nxënësit. Detyra 4 e Durus, krijimi i disa thënie dhe poezi për mjedisin, krijimi një këngë për mjedisin. Detyra 5, pastrimi i mjedisit, emërtimi i koshave. Eloiza Lidisi, detyra 1, zgjidhje për problemet mjedisore, si mund të ruajmë planetin tonë. Detyra 2 është e përbashkët për të gjithë, edhe të reshit. Detyra 4 për Eloizën, dramatizim mjedisit dhe fëmijët. Detyra 5, pastrimi i mjedisit, emërtimi i koshave. Melisa Gjokaj, detyra 1, mjedis i pastër, jetë të shëndetshme. Detyra 2 është e njëjtë, edhe të reshit. Detyra 4, krijimi i disa thënie dhe poezi për mjedisin, krijimi një këngë për mjedisin. Dhe detyra 5, pastrimi i mjedisit, ndërtimi i koshave. Natire Hima, detyra 1, ndotja e ajrit,
Detyra 2 dhe 3 është e njëjtë. Detyra 4, krijimi i disa thënie dhe poezi për mjedisin, krijimi i një këngë për mjedisin. Detyra 5, pastrimi i mjedisit, ndërtimi i kushave. Ka 4 lapsa. Veprimtari, njohja me temën e projektit, ndarja detyrave për secilin nxënës. Vazhdojmë, faza e dytë e projektit, numri orëve, tetor, metodat teknikat e përdorura, diskutim, hulumtim, punë kërkimore, punë individuale, punë e dyshe, punë e grupe. Mjetet e përdorura, fletë formati A4, fleta me ngjyra, shat, lepat, grabua, qeset, plastike, kapele, toreza, kosha mbeturina, përparse, lule, vaza lule, shkarrige, tavolina, boj, furça bojrash, rull, beqeri, çimenta. Që të i kam grejë, e kim punu. Veprimtari, pastrimi i mjedisit, vendosja e koshave të mbeturinave për secilin material, qelç, metal, plastik, letra. Krijimi i një pjese teatrale me titull Mjedisi dhe fëmijët. Krijimi i disa postrave dhe fletpalosje rreth rëndësisë që ka mjedisi në shëndetin tonë. Sensibilizimi i nxënësve të klasave të tjera rreth rëndësisë që ka mjedisi në shëndetin tonë, sigurimi i mjeteve të punës dhe llogaritja e shpenzimeve për ta, krijimi i disa thënieve dhe poezi për mjedisin, krijimi i një këngë për mjedisin, dramatizimi i mjedisit dhe fëmijën, prerja e barit, pastrimi i mjedisit, punimi i pemëve. Struktura e projektit, faza e 3. Numri orëve 2, metoda teknikat e përdorura, demonstrim, prezantim. Mjetet e përdorura, smart lab, kompjuter. Veprimtari, prezantimi i projektit të realizuar me anë të PowerPoint-it, interpretimi dhe ndërtimi të korput në oborin e shkollës, vlerësimi i nxënësve. Kalendari veprimtarive, faza e projektit, faza e parë 2 orë, periudha shtator-dhjetor, muaj shtator, lënda dituri natyre, numri orëve 1 orë, veprimtari, njohja me temën e projektit, ndarja detyra për secilin nxënës. Faza e parë e projektit, muaj tetor, lënda arpamor, numri orëve 1, veprimtaria, sigurimi i informacioneve rreth nën temave. Fazat e projektit, faza e parë e projektit, njohë nxënësit me temën e projektit, ndajnë detyrat e secilit nxënës. Faza e dytë e projektit, nxënësit punojnë për realizimin e projektit si në vijim, sigurimi i informacioneve rreth nën temave, krijimi i disa postrave dhe fletpalosje rreth rëndësisë që ka mjedisi në shëndetin tonë, sensibilizimi i nxënësve të klasave të tjera rreth rëndësisë që ka mjedisi në shëndetin tonë, krijimi i një pjese teatrale me titull Mjedisi dhe fëmijët, krijimi i disa thënie dhe poezi për mjedisin, krijimi i një këngë për mjedisin, pastrimi i mjedisit, vendosja e koshave të mbeturinave për secilin material, qelç, metal, plastik, letre. Punimi i pemëve, mbjellja e luleve, lyrja me boje karrikeve, stoleve dhe tavolinave, lyrja me gëlqere e pemëve dhe bordurave, ndërtimi dhe emërtimi i parkut me emrin Anadem. Se mësuesi i herë, atëherë mësuesi e vlerë radhën. Rregull? Mirë, jo kam gjatë. Atëherë, i kemi gjetë emrin, kemi vendosur emrin parkut Anadem, kemi marrë secilin shkronjë të secilit nxënës, shkronjë e parë të nxënësve. Edhe kemi Anadem, A Angelina, N Nadire, A Arlin, D Duru, E Eloiza, M Melisa. Anadem. Po sa të nuk ka dalë, e mëri bukur në Anadem. E ka që jashtë, për së të shë të vidi, e ka që jashtë, partë në dhe. Për të kujlosh. Atëherë, faza e tretë e projektit. Gjatë kësaj faze, nxënësit prezantojnë projektin e realizuar, realizohet vlerësimi i projektit sipas kritereve të caktuara. Pujimi të pajisur me kapele, me doreza, me përparse, duke pastruar mjedisin në vendet të ndryshme. Përsëri pastrimi i mjedisit. Këtu kemi prej barin, kemi thirrë me zotërin këtu, na e ka prej barin dhe këtu jemi duke grumbulluar barin e duke hedhur diku larg tek koshën e turinave larg jashtë portës. Këtu kemi ndërtuar koshat e mbeturinave. Janë edhe këtu, nxënësit të veshur me përparse, me kapele, me doreza, me qese. Kemi përgatitur 4 kosha mbeturinash, njëri për metale, tjetër plastik, qelç, letra, pra secili material i ndarë me kosha përparse. Punimi dhe rregullimi bordurave.
fakturave, a këtu më kanë drejt basë të ziza. Shi si ka qenë. Ziza, të punon beton, për me pa qënë kopë shtemër të kishëm 19 herë. Ja, që adë një industrie. Ja, e më ndiri knashësi kur e përfundim vetë. Nga thamë, për zë, e më një mo, ata që e ka, me të një mo, se të një ka, je e gjinë. Gjinë e ka për shaka se të tona. E parë ku ka qenë këtë, bëbori ka qenë këtë formë. Shtu? Tani me dorën e orë të pundurit, e shatit në dorë. Shikëm të prapë, bajnë, që valë lindi, jep janë njësë një I kam qimentu, kam vendos qimente, dhe si për qimente s'kam vendos burë, pse I kam vendos sipër? Sepse që mos të levizin ata, se do të fëminjën, duke levizin, janë atje tjerë fëmijë ata, edhe I kam edhe beton aty, vungurë sipër që mos të levizin. Më të kemë probleme me mbledh burë prapë me I mua. Në me thanë këta ustaj, kush t'ketë punë me samatorë, jo. Ja ku ashtë me zonë si të një mund, të më si e të gurë, nga dirja. Këtu kam pregatit qimente, ku kam qimente gëqere, gurë, gjitha gjonët në japja mes dvejgjën. Kjo drejtë election mos në drejmë në një. Mersin po. Jurja e karrikave, tani që të karriki, që të stoga, si shikoni jo, që shtu kanë që. Edhe kemi dalë me nxënësit aty, gjithë së bashku, I kemi lyë, I kemi sjellë në të formë që janë tani. Një do stola, I do karriki janë marrë të shkolla, kanë që të kursi aty mrapa, I kam marrë, I kam sistemu, I kam lyë. Një tavullin të mirë mesi që jeni ju jesë që do t'i vëgë një shiro. Ata kam gjeru. Se vëqere me në. Ju kam thënë mësuesve I prit anë. Ju kam thënë mësuesve I këto. E parë, si ka qenë. Si ka qenë fillim. Shumë ka qenë. Si është? Ka ndryshim? Pra, si ka qenë dhe si. Jam e knashën se dalim një kohë lirë ose të knashësiruni, diçka në që jam për të knashësiruni edhe ka një. Na I mi femna vetë, kërë shofim I vajzë do si femën të bukur hapë së ndërshë. Që e bukur të knashë. Pra, kjo është rezultati I punës. Ete, përsërim pra. Tani bugjeti, kalim të bugjeti. Atja thëmë me rava shumë. Bashkis. Kosha të në bëndë mu. Bashkis. Tani, prejnë e barit, 20.000 lek. Berja tavollinës, një tavollinë normallake që kam ble, 20.000 lek. Shati madhë, 7.000 lek. Shati fokër, 3.000 lek. I grabua, 2.000 lek. Mjestëria, 1.600. Cimentoja, 5.200. Këlqele, 2.400. Dorezët, 4.000. Kapele, 3.000. Përparse, 5.000. Lule, 14.000. Rull, 1.000. Rull se kam ble shumë, 16.000. Kokë rulli, 5.000. Bojvajt, 30.000 lek. Tullumbaze, 6.400. Fleta me ngjyra A4, 3.200. Dosje, 2.500. Kartona, 6.000. Fotografi që kam la, një ato foto, ambientalistët e vegjit. Ku janë, ku I la fotografi? 20.000 lek, atje të balone, rashk kam shkutu I la. Plastifikime, printime, 5.000 lek. Furç për lyre, 3.000 lek. Ngjitës, janë të ngjitës në 2 anë, 8.000 lek. Gjithësit ka shtu 218.300. Pashë rasit të janë për qef, po punë që është banë.